Ekzekutimi publik i djeshëm i Gilmando Danit, eksponent kryesor i organizatës kriminale të Emiliano Shullazit dhe plagosja rënd e Muçi Shaljanit apo Sheqerit në pamjet parë shofer i drejtorit të shërbimeve inteligjente të policisë së shtetit dhe inspektor policie, por në fakt një boss. Edhe ky bashkë me vllain e vet i krimit të organizuar dhe drogës, është një ngjarje e cila u patronua kryekput nga shteti për llogari të bandave me lidhje në të afërta me qeverinë se sa banda e Shullazit. Vendi i ekzekutimit publik të tyre në protokollet e sigurisë publike është vendi më i ruajtur se çdo vend tjetër. Në atë zonë, përveç patrullës së policisë së rendit, është patrulla e policisë rrugore dhe po aty ngjitur është furgoni i FNSH-s i instaluar aty që në moment që pas vjedhjes së shekullit të bankës të parave në aeroportin e Rinasit. Është dhe një njësi e cila rrin aty në mbrojtje të sallonit të VIP-ave kur kalojnë qeveritarët. Pra, nuk ekziston asnjë zonë tjetër, asnjë territor tjetër në të cilin të kryqëzohen në mbikëqyrje kaq shumë forca policore dhe speciale. Është gjithsejt 100 metër nga rajoni i policisë Rinasit, është pak metra nga dalja e sallonit të VIP-ave. Pra, atentatorët apo vrasësit, pasi shkrehen breshrit të shumta mbi makinën që e pristin të sigurt dhe i kishin zënë prit pikërisht aty që s'mund zije prit kur pa lejen e shtetit, pas ekzekutimit, u largua e qetë dhe përshkroi pa asnjë lloj telashje apo andralle të gjithë rrugën Rinas Fushkruj, të gjithë rrugën Fushkruj, pothuaj Kruj. Fshati Halil është një fshat nërmët afërt me Krujin, ngjitur me Zgërdheshin, me kalan e Zgërdheshit, se ate e keni parasysh ku ndodhet. Dhe ata shkuan në Zgërdhesh. Asnjë lloj përpjekje nga policia e shtetit, narkopolicia nuk u bë për të ndaluar vrasësit e
Gilmando Danit dhe ata që plagosën rënd, Mustafa Shaljanin, apo Sheqerin. Tani, një qytetar digital shkruan këtu se shpreh çudinë se pse opozita flet për një shofer apo agent të thjesht policie dhe mbasi e vërteta është krejt tjetër, lidhur me Muçi Shaljanin. Vllai Sheqerit, shkruan qytetari digital, është 100 herë më i pasur se Shullazi. Është shumë i pasur, ka hotele, vila dhe restorante. Të tërë këta janë marrë me drogë, janë me person, blejnë vota, kërkojnë favore. Ky që u plagos ka bërë fushatën e 11 majt, e ka fjalën për Muç Shaljanin, apo Sheqerin, e ka me 11 maj fushatën e Ervin Hoxhës, ministër i brendshëm, dhe me pas në shtator u fut në AMP, po nga Ervini, në shkelje të çdo parametri dhe procedure ligjore, kurse dhe kjo u bë vetëm që ai të shpëtoj me uniformën e policisë, të shpëtoj kontrolleve policore. Gilmando, krahu i djathtë i Ervin Shaljanit, ka qenë në fushat si bodyguard dhe financues për ministrin Gonxhe. Çuni xhajës së këtij që u plagos është Erges Sheqeri, drejtori i IKMT-s, ky që prish lokalet. Pra, e kuptoni ju, të dashur qytetarë dhe qytetare, kjo dëshmon se narkopolicia është e tëra në funksion të krimit, dhe se Gilmando Dani dhe Mustafa Sheqeri apo Muç Shaljani ishin lejtnant kryesor të ministrave të kabinetit të Ramaduros, Ervin Hoxhës dhe Blendi Gonxhës. Ata u ekzekutuan në mendimin më të përhapur nga banda të qeverisë që janë të lidhura me nivele shumë të larta të qeverisë, sepse aty është vendi i shtetit, vendi i qeverisë. Këto kisha lidhur me këtë çështje. Dua t'ju informoj se Lubi Balluku ka nxjerrë dhëmbët e kërcënimit ndaj Edi Ramës, të parit, por dhe të tjerëve me radhë. Burime të fshehta të Partisë Socialiste njoftojnë se në mbledhjen e zhvilluar në selinë e Partisë Socialiste, ku Edi Rama
ka sulmuar skapin dhe ka mbrojtur Lubin, duke deklaruar se këto janë sulme kundër tij dhe partisë së tij, se Lubia është e pafajshme. Lubia vetë ka qenë egër dhe e pamshirë ndaj audiencës. Edhe në këtë mbledhje Lubia ka bërë të qartë se do u marrë me vete atë që i ka thënë Rams, ajo u ka thënë në mbledhje aty ku eksponent më kryesor ishte përveç Ogertës edhe Plumbesha Spirogjoka. Lubia ka qenë shumë e egër në atë mbledhje. Ndaj dhe Rams ja ka bërë të qartë që absolutisht për çdo gjë që mund të avancoj do jesh ti kurban para meje. Sepse s'kam bërë gjë tjetër, vetëm kam zbatuar urdhrat e tua. I ka rikujtuar një moment, ndonë se miqësia e tyre ka qenë e pakufishme, është e njohur kjo. Besnikëria e tyre ndaj tyre, lojaliteti në bashki ka qenë i pakufishëm, ndaj dhe ajo është përblyer me atë post që ka marrë. Por përsëri ka rikujtuar. Mos lejo të përsëritet më, se s'do lejoj kur. Të kem fatin e gjyshit tim që u ekzekutua me firmën e babait tëm. Pra ja ka vu kufirin tek thana dhe ka dëshmuar se është e gatshme të fshi të gjitha miqësitë, të gjitha të shkuarën, në qoftë se Edi Rama guxon për një moment që për të shpëtuar veten të dorëzoj Lubin. Këto janë disa nga zhvillimet më të fundit. Ndërkohë, dita e hënë do t'jetë dita e fillimit parlamentit para kryeministrisë, të qytetarëve dhe parlamentarëve. Partia Demokratike ndërmerr tani një fillim të ri, një analizë të plot të gjendjes në vend, të situatës, të zgjedhjeve dhe ecën në bindjen më të thellë se diktatura autoritare e Edi Rams, narkoshteti i tij, ose ndaj kësaj diktature narkoshtetit, ka vetëm një rrugë, protest dhe vetëm protest. Zoti Berisha, lidhur me ngjarjen e një dite më parë, ngjarjen e rëndë të ndodhur në Rinas, që duhet thënë për hir të vërtetës, nuk ka qenë e vetmja, duke marrë parasysh të gjitha ngjarjet kriminale që kanë ndodhur në muajt e fundit në vend. A do të kërkojë opozita të mbahet përgjegjësi, për shembull shkarkimin e ministrit të mbrojtjes Piro Vëngu apo të ministres së brendshme Koçiu, e cila një ditë më parë deklaroi në komision se Shqipëria është një vend i sigurt. Faleminderit. Sigurisht që opozita do kërkojë, por dorëheqjen Piro Vengut ja ka kërkuar dhe vetë Edi Rama. Po Piro Vengu nuk ja fishklon Edi Ramës. Nuk ja pyes aty më. Natyrisht ne do kërkojmë. Do kërkojmë edhe dorëheqjen e menjëhershme të kësaj ministreshës, e cila
është me probleme madhore. Dhe ne do kërkojmë largimin e saj. Natyrisht, nuk kam prova se kjo është e përfshirë në skenarin e ekzekutimit të Danit në vendin më të sigurt. Sa aty janë profesionistë të tjerë që hynë në ato organizime. Por mënyra se si reagon kjo dhe si sillet kjo e bën përgjegjëse për të gjithë këto dështime që ndodhin. E lidhur me platformën parlamentare që paralajmëruat se opozita do të nisë të hënën para kryeministrisë. A mund na jepni më tepër detaje se si do të jetë organizuar, do të jenë gjithë deputetët e Partisë Demokratike, të opozitës, do të ketë qytetarë, si do të jetë ajo? Do jenë deputet dhe qytetarë. Natyrisht, kjo është një kohë që Partia Demokratike është detyruar të punojë njëkohësisht në shumë plane. Ne do fillojmë tani takimet dhe analizat në çdo qelizë tonë. Deputetët do t'jenë edhe në platformë, edhe në komision dhe në parlament, do t'jenë dhe në takime me qytetarët. Pra, cila do t'jetë skedula, do bëhet dhe do të kombinohen me fjalë. Unë nuk mund të them se të gjithë deputetët do t'jenë aty, në rast se deputet kanë takimet të caktuara me elektoratin, për parësia absolute do ketë takim me elektoratin, dhe s'mund t'u devjojnë. Pra, ne tani jemi hedhur në një qëndrim, në një betejë të gjithanshme me regjimin. Zoti Berisha, po protesta do t'jenë të vazhdueshme, me qenë se kryetarët e degëve dje kërkuan, për të paktën për media thanë se nuk do t'jetë thjesht një shëtitje në bulevard, por të jenë të vazhdueshme. Protestat kombëtare. Deri protesta kombëtare do përcaktohet skenari. Ajo do thirret momentin e duhur, fillimi është ky. Me këtë parlament protest para kryeministrisë, dhe pastaj do punohet për thirrje një proteste të përgjithshme, skenari i cili do përcaktohet. Faleminderit.